Miqtë e mi, mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në orën 12:50 në plazhin e Tales. Dy vajza të mitura, 9 dhe 11 vjeç, dy vajza tezesh u mbytën në det. Megjithatë, në këtë atmosferë protestash masive ku qytetarët kanë zbritur në shesh për të kërkuar të drejtat e tyre dhe në këtë atmosferë vape të jashtëzakonshme, ne do të udhtojmë ditën e sotme nëpërmjet internetit në familjen e njërës prej vajzave, asaj 11 vjeçare, për ta njohur familjen e saj më nga afër, arsyet pse 11 vjeçaria ishte në plazhin e Tales atë ditë, teksa kemi investiguar për të dy familjet e vajzave, kemi mësuar që ato jetojnë në kushte mbijetese, në fushkruj dhe vetëm pas pak babai i 11 vjeçares do të jetë me ne, e gjithë familja jeton vetëm me mbledhjen e kurishteve që babai bën, ndërkohë që ishin 4 fëmijë, kanë mbetur edhe 3 të tjerë. Çfarë bënin dy vajzat e mitura në plazhin e Tales? Ne kemi pyetur dhe kemi investiguar, ndërkohë që nëna e 11 vjeçares dilte vazhdimisht për të lypur në fushkruj pranë xhamis, aty ku qytetarë të ndryshëm i falnin sadopak disa para për të mbijetuar. E për të gjitha këto në këto temperatura të nxehta do të lidhemi vetëm pas pak për ta analizuar, sepse dëgjojmë shpeshherë gazetarë të cilët marrin guximin për të qenë edhe opinionist të një rasti ku thuhet, sepse përveç dy vajzave menjëherë 24 orë më pas ndodhi edhe ngjarja tjetër në Durrës, që kryesorët duhet të jenë prindrit me kujdesin e tyre dhe më pas rojat bregdetare. Duke njohur historinë e 11 vjeçares, do të kuptojmë që prindrit nuk kanë as pak kapacitetin për të mësuar fëmijët e tyre, sidomos familja 11 vjeçares, por edhe ajo e 9 vjeçares, që ishin vetëm vajza tezesh mes njëra tjetrës. Çfarë bënin të miturat në plazhin e Tales do ta mësojmë nëpërmjet rrëfimit të babait, i cili ka zgjedhur të jetë pikërisht sot në emisionin Me zemër të hapur. Fillimisht ndjekim materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur, do të lidhemi me familjen e 11 vjeçares në fushkruj, por do dëgjojmë dhe analistën e të ftuarve të mi. Dy vajza të mitura 9 dhe 11 vjeçe hynë në det për t'u larë në një ditë vere, pa e ditur se ato do të ishin çastet e fundit të jetës së tyre. Mesditën e së premtes në 19 qershor, plazhi i Tales në Lezhë u kthye në skenën e një tragjedie që preku zemrat e të gjithëve. Dallgët e detit morën 2 jetë të njoma, duke lënë pas dhimbje të pamas, lot dhe shumë pikpyetje. Sot në studion e emisionit Me zemër të hapur, do të dëgjojmë rrëfimin e prindërve që po përjetojnë humbjen më të rëndë që mund t'i ndodhë një familje. Ata janë prindër tashmë dhe të 3 fëmijëve të tjerë, ku jetojnë mes kushteve të vështira dhe varfërisë ekstreme. Mes emocioneve të forta dhe dhimbjes së pashuar, ato do të tregojnë për ditën që u ndryshoi përgjithmonë jetën, një histori që trondit, një histori që kërkon reflektim por mbi të gjitha, një histori njerëzore për 2 fëmijë që u larguan shumë herët nga kjo botë. Jeta e vështirë ekonomike dhe kushtet në të cilën jeton familja është për të ardhur keq. Mes dhimbjes së shpirtit, jehon edhe apeli për ndihmë. Ndiqni rrëfimin. Mbas kronikës së përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur Anila Akmataj, me mua në studio do të jetë avokati dhe ndërmjetësi zoti Ylli Kameri. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Në krahun tënd Deksena Qerici, psikologja jonë e përhershme, psikologe klinike, do të flasim për një ngjarje shumë të rëndë dhe kemi shumë të vështirë të përcjellim menjëherë ngushëllimet e drejtë për drejta babait të 11 vjeçares. Por edhe burri i tezës së vajzës 9 vjeçare, të dyja vajzat, ditën e premte rreth orës 12:50 janë mbytur pikërisht në det, në plazhin e Tales. E përshëndesim menjëherë zotrin. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë ju jap ngushëllimet e mia të drejtë për drejta për humbjen e vajzës dhe të mbesës së bashortes tuaj. Nuk e di, mes kësaj dhimbje shumë të madhe ju keni zgjedhur të flisni për emisionin Me zemër të hapur, pasi kushtet në familjen tuaj janë përtej imagjinatës.
Gjithsesi, unë do doja të mësoja pak fillimisht nga ngjarja për vajzën, ju si baba si e mësua tragjedin. Në tante drejtën nuk isha aty. Dora në punë, ajo pas punë në tezën e në kratë, në talje. Nuk isha aty, unë isha në Durrës, ato ishin në talje. Pse kishin vajtur vajzat atë ditë në Tale, në plazhin e Tales, çfarë bënin? Po ato kanë shku me të plasma. Në do plasma. Kishin vajtur për të bërë plazh, nuk e kam të qartë. Regjia, ju lutem të vendosim komunikimin me babain e 11 vjeçares, nuk e kam të qartë deklaratën e tij deri në këto momente. Atëherë, zotri, më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë. Atëherë, çfarë bënin dy vajzat e mitura atë ditë në plazhin e Tales? Ka qenë tezë vetë aty. Sa veta? Ka qenë tezën e botës. Ka qenë edhe tezja e vajzës tënde, kunata? Po, kunata e ime. Po, për çfarë kishin vajtur ato në Tale? Për të bërë plazh? Po, për plazh. Për të bërë plazh. Me sa informacione kam unë duke investiguar për familjen tuaj, më kanë thënë që shpeshherë bashortja juaj për te kushteve ekonomike që ju keni, jeni në kushte të mbijetesës, jeni vetmi që punoni në shtëpi, apo jo, me mbledhje hekurash? Po, punon që dalim shesin në të parasitarin, e i copë duke ma i kalamas të një punon. Ndonjëherë bashortja juaj është parë edhe në xhami dhe qytetarë të ndryshëm të vendit tuaj i japin shpeshherë para. Tanë shuara të ditën në xhami. Atë është çdo trembë që bëj. Në fakt, unë do doja të flisja pak me ju. Atë ditë ato kishin vajtur për të bërë plazh. Ishte kunata juaj edhe sa fëmijë? Se ju keni, në mos gaboj, vetëm familja juaj 4 dhe bashkë me të ndirën tani ju kanë mbetur vetëm 3. Po. Kunata juaj sa fëmijë ka? Ajo ka pasë një gotë dhe i qunë. Atë ditë me vete, sa fëmijë kishte? 3 ka pasë edhe një më të vogël. Ka pasur edhe një fëmijë djalë më të vogël. Çfarë moshe ishte djali? Po edhe i ditë 3 vjeqa ka të në. 3-4 vjeç. Dhe kunata, pra nëna e 9 vjeçares, kishte vajtur për të bërë plazh atë ditë. Po. Çfarë thot kunata juaj? Si ndodhi tragjedia? Pse ishin larguar vajzat për të futur të pashoqëruara në det? A kanë ditur not vajzat? Ajo ka qenë në 3 kilometra. Ka ik djali ka... Ishin sa notëra në ty ka ik djali vogël. Po? Jo pun ka ndohë askeri minut. Tu si më tha. Sa i gële të 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 një në fundatës e shku të më djali. Ka shku deri aty të ti më djali. Tu të ajo si ka gjithë kalamantë. E kuptoj. Megjithatë, trupat e pajet të 2 voglusheve janë gjetur larg bregut? Unë s'kam qenë aty nuk di. Unë flasë për dëshminë e kunatës tënde, çfarë të ka thënë? Ndoshta ti si babaj 11 vjeçares, besoj se e ke pyetur tezën e fëmijëve se çfarë ka ndodhur, edhe ajo e ka dhënë një dëshmi, besoj në polici, apo jo? Tani nuk është mirë ajo prapë dhe a i të të shumë keqë. E kuptoj. Mirë, do doja të dija pak nga ju në lidhje në plazhin ku ka qenë kunata juaj. Ka pasur pushues? Pas se di person. Po roje plazhi, ka pasur roje bregdetare? Nuk di se unë s'kam qenë duke. E kuptoj. Kush i ka pikasur vajzat? Kanë qenë pushues apo ka qenë vetë kunata që i ka parë? Që i ka parë? Po. Ka qenë me burin e vetë, me bandonat.
Kanë qenë burre dhe grua ata? Po. Po nuk ka... Po nuk arritën ato burre dhe grua të monitoronin të paktën vajzën e tyre, se duke monitoruar vajzën e tyre do monitoronin dhe vajzën tënde. Nuk e kam vëzhguar? Unë nuk e di çfarë ka ndodhur atë, nuk di se kam qenë burrë. Unë e kuptoj që ju keni qenë në Durrës, por dëshmia juaj është shumë e rëndësishme për të komentuar edhe ne në studio, për t'i dhënë një mësim edhe gjithë prindërve që janë duke pushuar në këto temperatura të larta, në fakt në vende bregdetare, edhe pse dyshoj shumë këtë gjë pasi qytetarë të ndryshëm të Shqipërisë kanë zbarkuar në protest, por gjithsesi, unë do doja nga ju të mësoja diçka në lidhje se ti Kunatin, Baxhanakun, Kunatën e ke pyetur pavarësisht edhe të merrit që ato kanë përjetuar. Ndoshta ka qenë punë sekondare, minuti që vajzat mund t'jenë shkëputur për shkak edhe të temperaturës asaj dite, ka qenë ora rreth 12:50 minuta kur ato kanë hyrë në det për t'u larë në plazhin e Talës dhe nuk kanë dalë më. Çështja është që ka pasur pushues, është lajmëruar policia, ambulanca me njëherë, kush i ka lajmëruar ata? Këtu ishte dhe konsiston pyetja ime. Nuk di fare, ajo hanat të habitur, nuk di se ka kaluar në ndore fare, Aisha. Pra, tezja e vajzës Kunata juaj po e përjeton dhe është e kuptueshme, se në gjendje të keqe është edhe bashkëshortja jote, nënat e vuajnë pak më tepër, por gjithsesi ti si baba pak më i fortë, se ke edhe 3 fëmijë të tjerë, por edhe çifti në fjalë ka fëmijë të tjerë. Ju keni edhe 3 apo jo? Të moshës 14, 8 dhe 4 vjeç. Po Baxhanaku, Kunata sa fëmijë ka? Përveç 9 vjeçares, edhe sa të tjerë? Një ngeli vetëm çuni për ata. Ata kanë 2 ka pasur djalin. Djali më the është i vogël, apo jo? Vetëm djalë është i vogël, 3-4 vjeç. 3-4 vjeç fëmija. Pra ata kishin vajtur familjarisht me 2 fëmijët e tyre, kishin marrë edhe vajzën tënde 11 vjeç atë ditë. Po. E qartë, situata është shumë e dhimbshme, ndërkohë që familja juaj, thash edhe një herë, jeton me mbledhjen e kurishteve, i vetmi krah pune për t'i ushqyer ata fëmijë. Vetëm para ditën e sotme ne kemi pasur mundësi që regjia edhe mund t'i japi në këto momente kushtet e vështira në cilët ju jetoni në Fushkruj. Kushdo që ju njeh, sidomos bashkëshorten tënde, e cila her pas here shkon në xhami dhe janë qytetarë dhe besimtarë të ndryshëm të cilët mund t'i falin disa të ardhura dhe kështu e njohin familjen tuaj. Ja, këto janë pamjet, vetëm pak orë përpara se ne tynim në transmetimin e sotëm, kushte me të vërtet për të mbijetuar, atë ditë ju keni qenë në Durrës, më thatë, apo jo? Po. Kishit vajtur për punë? Për punë, dalë për punë në shesin dhe pasi, shesin. Ishte dhe bashkëshortja atë ditë me ju? Jo. Ke qenë vetëm ti? Po bashkëshorten kush e ka lajmëruar për tragjedin? Para se dhjem, s'majta në parën, s'kam pas lënë para dhita në kërëve në telefon. Vajzave ju është dhënë ndihma e parë, apo ato janë gjetë të mbytura dhe kur kanë dalë në breg pastaj është e pamundur rikthimi tyre në jetë, si ka qenë ky moment? Qa me thamë dita, në s'kam pa gjëmë në si të një asë. Nuk e di, fëmijët e tjerë tuajët, se ju keni edhe 3 të tjerë, 14, 8 edhe 4 vjeç. Ja u keni treguar se çfarë ka ndodhur me motrën e tyre? Jo. Si ja keni treguar? Jo. Po djali vogël i Baxhanakut edhe i Kunatës, duke qenë se ka qenë dëshmitar, ka kuptuar se është edhe 3-4 vjeç. Ka kuptuar gjë nga tragjedia? Duke qenë se ka qenë dëshmitar? Djali vogël, Po. Nuk kuptoj gjë ka në majta në kuptoj gjë.
Pra ju nuk keni dieni në qoftë se ato trupat e 2 voglusheve kanë dalë të pajeta në breg, kush e ka thirrur policin, kush e ka thirrur ambulancën, a ka pasur shenja jete dhe më pas nuk ka mbijetuar asnjë informacion të tillë ju nuk keni? Se di farë. S'ka pas gjohë, nuk di farë se si ishte atë ka qenë njerëz as kanë qenë nuk di. Ndoshta kanë qenë pushuesi që kanë lajmëruar policinë dhe ambulancën, ose kanë pikasur vajzat, ti nuk di edhe vendin ku ka ndodhur tragjedia për të kuptuar, a ka qenë një plazh i cili monitorohej nga roje bregdetare. As këtë informacion nuk e keni. Para se di fare, unë s'kom qenë e herë aty, s'kom shku fare asnjëherë. Nuk di qa plazh është ai, fare, s'kam shku dhe nuk di si është. S'kam pas gjithë një të një. Megjithatë, në këto kushte, ti ke pyetur dhe nuk e marrë përgjigje, apo nuk je fare interesuar për të kuptuar se çfarë ka ndodhur? Dhe mu interesuar jam, po nuk di qa ka ndodhur. Përgjigjet nuk i ke marrë as nga Kunata dhe as nga Baxhanaku? Sa ata kanë qenë dëshmitar? Ai që Kunata, ai një ka nga mendoja, ata kështu është ajo, as nuk folë as gjë ajo. E qartë. Ishte hera e parë që ata shkonin familjarisht në plazhin e Tales? Po, herë të parë. Ishte hera e parë, pra nuk e njihnin pothuajse fare atë plazh. Unë s'kam shku na e si unë s'kam shku. Ju vetë, edhe pse jeni 40 vjeçar, nuk keni shkuar ndonjëherë në plazhin e Tales? Jo, aty asnjëherë. Ndërkohë që Kunata dhe Baxhanaku ishte hera parë që shkonin. Nuk di as të ato të zhvillimit, nuk di as të ato. A kam qenë ato, s'kam nuk di. E kuptoj. Ju si babaj, kishit dhënë leje vajzës 11 vjeçare, një natë më parë ose një ditë më parë, ose atë ditë për të vajtur me tezen dhe me bashortin e saj dhe me fëmijët në plazhin e Tales? Kush e ka lejuar vajzën për të shkuar në plazh? Unë i thash gocës time, mos shpo plase ka dalë, ka këshu e ndronë. Ajo më tha, ma në letë shkojë babë, edhe më qafoj ajo. Kur i thash unë pastaj, shko babë, nuk i dhja. Ajo më tha, ma në letë shkojë, dhe kësaj radhe nuk shkojë ma më prapë. Kur i thash unë pastaj, shkojë, dhe më qafoj në potin, herë të punat atjet në të lukë. Mua më vjen keq për gjithë shka që ka ndodhur, ka qenë fillimisht refuzimi juaj dhe më pas ishte vajza që të lutej për të vajtur në plazh, të shhedhur nga gëzimi kur e kemi ratuar këtë gjë, dhe kur është hera e fundit që ke folur me vajzën atë ditë? Hera e fundit aty dhe se kam pa më besim. Ka qenë mëngjes? Sa ka qenë ora? Goza ka fletë atje, në të zavjet, se zeshti me shkuaj, a ju në plazhën, ta të shkuaj dhe atje. Pra, vajzën ti e ke takuar vetëm 24 orë më parë, natën e kaluar të 18 qershorit, kur ka vajtur tek tezja e saj për të fjetur dhe për të vajtur të nesër në plazh. Po, do tani unë i ka pjesë në puna, se nuk i takova, po i ka dire në punë në punës, ato një plazh. Duhet jetë shumë e vështirë për juve, por sidomos edhe për familjen tjetër, jo vetëm për atë çfarë kanë përjetuar me 19 qershor rreth orës 12:50 minuta me vajzën e tyre, por edhe me vajzën tuaj. Unë e di që ju jetoni shumë pranë njëri tjetrit dhe jeni dhe jetoni në të njëjtat kushte ekonomike, apo jo? Po. Mirë, ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, hapësirën e parë, dhe do rikthehemi menjëherë në pjesën e 2 dhe 3 të këtij emisioni. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e 2 të këtij emisioni. Kemi ndëgjuar në fakt një rrëfim tronditës të babait të njërës prej vajzave, të cilat u mbytën në plazhin e Tales ditën e premte me 19 qershor në orën 12:50 minuta të paktën. Ky është dhe orari që ka dhënë komunikata e policisë së Lezhës. Informacionet janë të vakta nga babai 11 vjeçare, sepse prindrit e 9 vjeçares
Baxhanakut dhe Kunatës zotris, i cili po jep dëshminë e tij të drejtë për drejtë. Të dy të miturat kanë qenë vajzatezësh me njëra tjetrën, çifti dhe prindrit e 9 vjeçares kanë pasur edhe një djalë 3-4 vjeç dhe janë shkëputur vajzat nga syri i nënës dhe i tezës dhe i bashkëshortit që kishin vajtur atë ditë të premte në plazhin e Tales. Vajza shkonte për herë të parë, sipas dhe informacionit të babait, ata nuk kishin qenë kur në plazh, ishte lutur vetëm një natë më parë. Babai fillimisht ka refuzuar dhe më pas ka qenë vajza e cila me dëshirën e saj të madhe ka shkuar, ka fjetur në shtëpinë e tezës dhe të nesërmen është nisur për në plazhin e Tales. Ndërkohë që gjendja e dy prindërve të 9 vjeçares është një tronditje e madhe emocionale, edhe pse kaq kohë pas tragjedisë ne do të dëshironim të kishim një bisedë me ta, është e pamundur për shkak edhe të gjendjes emocionale, por dhe babai i 11 vjeçares nuk ka marrë asnjë informacion nga çifti në fjalë. Ata kanë lëvizur vëmendjen nga dy vajzat për diçka që i nevojitet 3-4 vjeçari djalit të tyre dhe shumë pak minuta nga vëmendja e prindërve, të dyja vajzat kanë hyrë në det për të mos dalë më kurrë që andej, prandaj ne nuk e dim a ka pasur pushues të tjerë, kush kanë qenë pushuesit që mund të kenë lajmëruar policinë, por njëkohësisht edhe autoambulancën. Ne kemi sjell pamje mbulim edhe nga momenti kur në fakt familjarët e 9 vjeçares kanë qenë në urgjencën e spitalit rajonal të Lezhës dhe aty duket edhe emocioni që ato shprehin për këtë ngjarje të jashtëzakonshme që ka ndodhur. Vështirësia është jo vetëm për atë që kanë parë dhe kanë përjetuar, por është mbytur dhe 11 vjeçaria e cila ishte mbesa e zonjës dhe kështu 24 orë më pas ka ndodhur edhe një tjetër tragjedi me një tjetër fëmijë, por kësaj radhe në Durrës, në Kavalishens, në plazhin e Durrësit. Gjithsesi, ne do ta analizojmë me ekspertët tanë, me avokatin edhe me psikologën tonë, gjithçka që po trajtojmë ditën e sotme, por unë dua të lidhem me 40 vjeçare, me babain e 11 vjeçares për të folur pak për kushtet e jashtëzakonshme. Pak orë përpara transmetimit të sotëm kemi pasur mundësi që ne të ishim në familjen e tyre dhe kemi shkëputur disa foto nga banesa e tyre, nga kushtet e tmerrshme në cilat ato jetojnë. Punon vetëm 40 vjeçari, zotria që kam në lidhje të drejtë për drejtë, ata kishin 4 fëmijë, kanë dhe 3 fëmijë të tjerë, 14, 8 dhe 4 vjeç. Merren me shitje e kurishtes duke i mbledhur fillimisht ato dhe më pas duke i shitur. Zotri, më dëgjon? Po. Duam të flasim pak për kushtet e jashtëzakonshme në cilat ju jetoni. Vetëm pak orë përpara këtij transmetimi, kolegu im ka qenë në shtëpinë tuaj dhe gjendja juaj është e tmerrshme. Madje nga investigimet tona flitet her pas here që besimtar që frekuentojnë xhamin së bashku edhe me bashkëshorten tuaj janë ata që i japin her pas here disa të ardhura. A mund të dim me çfarë të ardhurash jetoni ju? Po. Atë ditë nuk se ka qenë në xhami atë ditë. Po? Ka qenë ditën e premten. Po? Unë isha në punë. Po? Dhe goca ka shku me teza e vetë, në plazh. Shiko, ne do donim të dinim, ju me çfarë jetoni? Merrni ndihmë ekonomike? Po si që keni pa. Ka pa i ka marri foto. Po? Atë dhe breri hajmë të bukë. Qatë pa. Kështu keni jetuar gjithmona, keni kërkuar ndihmë në bashki? A merrni ndihmë ekonomike? Kam kërkuar asnjëherë. Edhe pse sezoni shkollor është mbyllur, fëmijët tuaj frekuentojnë shkollën apo kopshtin? Jo, s'kena qenë shkollë në Kalamas kanë qenë, nuk dim të me shkojnë para me... Më falë, ju nuk keni bërë asnjë klasë shkollë ti dhe bashortja? Jo, s'kena bërë klasë, unë di vetëm pak shumë me shkojnë me shkronjat në laja ke parë pak. Paka shumë. Po fëmijët nuk kanë shkuar asnjë ditë në shkollë? Jo, kanë shku një herë kësu,
Nuk din të fare shkollë gotë. Më falë, fëmijët e mdhenj, 14 vjeçe, ke djalë apo vajzë? Ajo është e vajzë. Po është pak kështu, ajo nuk folë mirë, është pak gjysma e para. Vua nga shëndeti mendor? Po. Merë kemp? Merë pension invaliditeti? Jo. Asë gjithë. Pra, vajza e madhe 14 vjeçarja nuk ka qenë asnjëherë në shkollë? Jo. Po vajza që ndroi jetë? Jo, asë ajo s'ka qenë. Po 8 vjeçarja? Jo, s'ka qenë asë një në shkollë. Pra, ju jeni vetë të cilët nuk keni bërë asnjë klasë shkollë, ndërkohë dhe fëmijët tuaj nuk kanë qenë kurrë në shkollë? Jo, s'kanë qenë në shkollë. Po si ka mundësi? Ju jeni brenda nga Fushkruja apo jetoni pak më larg se sa qyteti? Në nga Fushkruja e Lagja Kastriot. Ju jeni në Lagjën Kastriot, po a keni kërkuar ndonjëherë ndihmë në bashkinë e Fushkrujës? Si ka mundësi? Jo, s'kam kërkuar asnjëherë. Po mirë, ku vizitojeni juve? Mund ta di sepse vajza 14 vjeçare vua nga shëndeti mendor dhe nuk merr pension invaliditeti. Tu në Fushkrujës dhe që në spital, ku ka po... Qa me thanë të të se kamera të me thanë se kam vendi kështu shumë kesh për zote. Po mirë, më falë, kur vinë votimet, ju keni shkuar për të votuar ti dhe bashortja? Jo, s'kam votu fare. Mu s'kam votu fare se s'kena shkollë. S'keni shkollë dhe prandaj nuk votoni? Po, s'kena shkollë në qanë me votu kotë. Pra, në lagjen Kastrioti, 200 metra ndodhet larg familjes edhe të kunatës tuaj, 2 motra të cilat jetojnë, po familja e tyre, edhe ata nuk kanë bërë asnjë klasë shkollë? Valla i me treta të nuk e di kanë, po as kanë bërë nuk di. Po vajza që ndroi jetë 9 vjeçarja, ka shkuar ndonjëherë në shkollë? Që ditë për zonë. Mirë, ju sot jeni 40 vjeçë dhe në pjesën e parë më ke thënë që nuk e vajtur ndonjëherë në plazhin e Tales. Jo, s'kam vajt asnjëherë. Asnjëherë, po në plazh ke vajtur ndonjëherë, jo në Tale, po diku tjetër. Kam shu vetëm, jo me familje, vetëm kam shku. Vetëm ti dhe pa familjen. Pa familje, vetëm unë vetë. Vetëm ti vetë. Mirë, nuk e, pra, të pyes ndërkohë që a dinte vajza nota apo jo, është e kuptueshme që ishte hera e parë që vajza shkonte në plazh. Nuk e ka ditur notin. Nuk ka ditur, pa nuk shkonte, na 2-3 herë ka shku ajo. Nuk dinte plazha, nuk dinte notë. Mirë, sa minuta thot kunata edhe Baxhanaku morën diçka për djalin dhe vajzat u shkëputën nga vëmendja e tyre. Për sa minuta ka ndodhur e gjithë kjo? Kjo ka ndodhur maksimum as për 2-3 minuta. Me thamë maksimum 2-3 minuta. Sa ka ik djali vogël, ka shku në... Ka qenë sa loda kështu aty ka shku djali, edhe u tur ma pat djalit. Ajo, Angjon? E kuptoj, po, e dëgjoj. Sa iku ajo pastaj, ka se ka gjithë kalamajt ati pastaj. Pra, është larguar fillimisht djali kunatës, që është i vogël 3-4 vjeçar, dhe ndërkohë sa ajo është vënë pas djalit për ta rikthyer në vendin ku ishin edhe vajzat kishin hyrë brenda në det. Dhe ti nuk e di sa herë janë larë atë ditë, a kanë pasur ndonjë kujdes, sa larg janë gjetur trupat, a i ka vërë re dikush apo jo nga pushuesit, nuk keni asnjë lloj informacioni për shkak të gjendjes së rënduar të tyre. Jo, s'kena marrë asë bëjse. Qartë, më vjen keq për gjithë shka që ka ndodhur. Kam qenë fare atje unë, s'kam qenë fare. Se si mundet që në lagjen Kastriot të Fushkrujës të ndodhin në fakt 2 familje të një nivelit të tillë dhe bashkia e Fushkrujës të mos marrë asnjë mas për juve, por sidomos për fëmijët tuaj, mua më vjen keq për gjithë shka që po ndodh dhe për post asaj që ju përjetoni çdo ditë në kushte ekstreme varfërie dhe mbijetese, ndodh edhe kjo tragjedia shumë e madhe. Mirë, unë do doja fillimisht të flisja me psikologen, eksena unë e kam babaj, nuk e di, a i shumë i rezervuar për të na dhënë informacione, edhe pse unë e dija që këto informacionet ishin shumë të reduktuara, por ditën e sotme jemi me këtë baba për të kuptuar çfarë po ndodh me mbytjet në Shqipëri, rreth 5 të mbytur deri në këto momente dhe sa po
kemi nisur zyrtarisht sezonin e verës dhe imagjino se çfarë mund të ndodh edhe më pas. E gjithë vëmendja për shkak edhe të temperaturave të larta, edhe pse janë këto temperatura, është vendosur në protestën e qytetarëve të cilët kanë dalë në shesh dhe gjithë secili prej tyre e ka një kërkesë për qeverinë dhe për gjithë klasën politike, por më vjen keq që ata që duhet të dalin në shesh dhe të bërtasin më shumë me të tilla kushte që burrë dhe grua, prindër të 4 fëmijëve kanë mbetur edhe 3, pa asnjë klasë shkollë dhe kështu veprojnë dhe fëmijët e tyre vetëm për një dëshirë, që atë ditë duhet të shkonte dhe të lahej dhe të hiqte sadopak atë vapon, ta quante një lloj argëtimi 11 vjeçaria. Por kushtet në të cilat ndodhet Tezja dhe bashorti i saj janë të tmerrshme, se brenda 2-3 minutave ka ndodhur e gjithë tragjedia. Sigurisht kjo është shumë e rëndësishme për të përkuptuar lidhjen e sigurisë publike dhe ndoshta për të bërë analizën e fajit dhe cili është roli i prindërve në shoqëri. Sido që ne analizojmë prap, shkojmë tek mënyra se si ne kemi organizuar këtë vend dhe se si kujdesemi për komunitetin. Pse e them këtë? Sepse besoj duke qenë vajza me pak eksperiencë në raport me detin dhe duke mos njohur notin, sigurisht që frika i izolon fëmijët për të shkuar shumë larg. Do të thotë që ka qenë një vi shumë e hollë ndarse, të cilën këtë dije dhe këtë lloj vetëdije, përgjegjësie në raport me kufirin atyre që dinohet e fëmijëve e jep një person i cili është i specializuar dhe një konceptin e sigurisë në raport me pjesën detare. Dhe pastaj mungesa e arsimit, përgjegjësia prindërore shpesh lidhen edhe bashk. Pra askush nga prindrit nuk dëshiron më të keqen e fëmijës së tij. Por fakti që shoqëria nuk kujdeset që ky prindi të arsimohet, që të zhvillojë këtë lloj vetdije mbi prindërimin, sigurisht që është përgjegjësi e vendit ku ne jetojmë. Pra fëmijët kanë dëshira, prindërit duan t'i plotsojnë dhe nuk mundendon për shkak të edhe të mosdijes, për shkak të mos zhvillimit, për shkak të kushteve të vështira ekonomike. Të kuptojmë që pra ne më tepër kemi prindër biologjik se sa prindër funksional. Me sa kuptoj në komentin që ti kërkon të thuash. Por Fushkruja, një bashki e cila mund të kishte parasysh se çfarë ndodh në lagjen Kastriot ku jetojnë këto dy familje 200 metra larg njëra tjetrës, do doja të kthenin pak në vëmendje se çfarë ka bërë Bashkia e Durrësit disa kohë më parë, disa muaj më parë, kemi qenë në këtë studio ku një nën e mirë arsimuar, një nën e cila kishte jetuar në Itali, që le të veçlit e saj të mbyllur disa ora apo disa ditë brenda shtëpisë dhe rastësisht vjen gjyshja e tyre dhe gjen kushte mizerabël në të cilat jetonin ata, ne kemi qenë këtu për të folur pikërisht për Bashkinë e Durrësit, e cila kishte vënë në dispozicion jo për t'ia marrë dhe shumë mirë bëri nënës fëmijët, as për t'i quar në institucion, por për t'i dhënë nënës kurse prindrimi. Dhe unë më lind pyetja, jo vetëm ky rast, mund të përmend shumë raste të tjera, por në këtë rast ke qenë e pranishme, më lind pyetja, pse Bashkia e Fushkruajës, kur e di që ka të bëjë me prindër të paarsimuar, që kanë 4 fëmijë të cilët nuk frekuentojnë as çerdhe, as kopësht, as shkollë, që e marrin ndihmën miqësore ashtu si e marrin, që nuk shkojnë për të votuar. Atëherë, kur e di që nëna del dhe lyp në xhami, ka qenë në xhami ditën e premte dhe babai kishte shkuar në Durrës për të shitur ato e kurishte që ka mbledhur gjatë gjithë kohës, asnjë lloj interesimi ky punonjësi social për cilin flasin vazhdimisht që rri brenda në zyrë, asnjë lloj informacione Bashkia e Fushkruajës për këto familje, se dy konstatuam ne nga tragjedia. Imagjino edhe sa familje të tjera ka të tilla në këtë bashki. Sigurisht, kur flasim për shërbime sociale, unë do doja profesionalisht që shpesh rasteve të mos i krahasojmë sepse ka dhe diferenca. E theksojmë sistemin arsimor sepse është një nga format, ose një nga burimet të cilën i jep mundësi individit të jetë më i vetëdijshëm,
të jetë më i kuptueshëm dhe të di dhe të njohë më shumë botën në të cilën vepron. Kjo është një nga arsyet pse përmendet arsimi, por jo domosdoshmërisht arsimi është aktori kryesor, të cilën e bën një prind të përgjegjshëm kemi analfabet funksional. Unë nuk e di, domethënë fëmijët e këtyre fëmijëve çfarë do bëjnë? Çfarë mund themi ne në 2026 që këta fëmijë, mirë prindrit e tyre, por këta fëmijë janë të parësimuar, çfarë mund themi eksena? Elementi dytë i vështirë në shoqërinë tonë është që tashmë kemi shërbime, pra kemi arsim, kemi shërbime, por nuk kemi cilësi. Dhe kjo është ajo çfarë çdo ngjarje tregon në vetvete, pra që ne kemi shërbime, por nuk kemi cilësi, sidomos në raport me shërbimet sociale. Pra një shërbim social e ka të pamundur që t'i shpëtoj faktin që një fëmijë nuk shkon në shkollë, se një prindësh i pa arsimuar. Ku shkon ndihma ekonomike në Bashkinë e Që do të thotë, vlera e shërbimit në komunitet është e pa zhvilluar. Pra ne nuk kemi një shërbim social të zhvilluar, të cilën dita lexoj dhe dita identifikoj terrenin e vet dhe për të qasur fëmijët sa më shumë rreth arsimit. Pra shkosa është prindi, është edhe fëmia. Dhe pikërisht kjo është vështirësia që tregon totalisht që sistemi nuk ka funksionuar për disa individ. Edhe një gjë shumë e rëndësishme që në raport me shërbimet ne jemi kulturë kryesisht diskriminuese dhe faktin që i përjashtojmë disa njerëz për shkak të mundësive të pakta ekonomike, për shkak të varfërisë, për shkak të mungesës së shkollimit, ne i përjashtojmë disa individ dhe i lëmë në mëshirë të fatit. Për shkak të komuniteteve të ndryshme. Pikërisht, dhe i lëmë në mëshirë të fatit dhe kujtohemi për to, ose bëjmë analiza, ose ngrem vëmendjen vetëm kur ndodhin ngjarje që kanë pasoja jetën. Kjo është më e trisht në raport me gjithë thelbin e cilësisë së shërbimeve. Ngjarje të tilla po përsëriten shumë shpesh kohët e fundit dhe thash edhe një herë jemi vetëm në ditët e para të nisjes së sezonit turistik, nuk do doja të kishim viktima të tjera, por të kishim masa parandaluese. E morëm përsipër ta bënim këtë emision, edhe pse vazhdimisht në kohë vere edhe pa e mbyllur sezonin, gjithmonë në gjithë të vite emisioni i ka dhënë vëmendje këtyre rasteve, por jemi këtu për të folur për një tjetër fenomen, sepse gazetarët kanë për detyrë të raportojnë, por kur kemi ngjarje të tilla, të cilët duhet i komentojmë, në fakt gazetari është mirë t'ja lë ekspertëve, siç jeni ju në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, se kur dëgjon pastaj që nga një televizion në një televizion tjetër, për shkak të vijës politike që ndjek televizioni i X kolegu, i cili merr përsipër të thotë që fillimisht fajin e ka familja dhe më pas roja bregdetare, unë po e sjell në vëmendje të gjithë teleshikuesve se çfarë prindi kanë pikërisht këto dy vajza, 11 dhe 9 vjeç, të cilat u mbytën ditën e premte në plazhin e Talës. Pra, përgjegjësia si mund t'i vihet këtyre prindërve. Ne nuk e dim, vetë vajza 11 vjeçare, babai i thot 2-3 herë në plazh. Ne si familje nuk kemi vajtur asnjëherë. Unë me familjen kam qenë, jo në plazhin e Talës, ne nuk e dim se çfarë informacioni kanë këta lloj prindrish. Dhe gjithë tragjedia ka ndodhur në 2-3 minuta sipas edhe informacionit që dha vetë 40 vjeçari. Në këtë kontekst, dua të di analizën e mbytjeve. Tani, të bëjmë një analizë që është plazhi i Talës, që është shumë i rrezikshëm, se ne kemi edhe shtetas të tjerë, të cilët mund të kenë ditur notin, shtetas shqiptar të Kosovës, të Shqipërisë. Pra, tragjedi në këtë plazh ka ndodhur her pas here. Shpesh dhe sigurisht kjo është një dhënë e cila tregon që diçka një të rritur i kujt mund t'ia vën fajin. Një të rritur. Pikërisht, edhe kështu që ishte kur e dëgjova ishte shumë nuk di të them se si një gazetar mund të marrë përsipër edhe të bëj komente të tilla, kur në fakt detyra jonë është thjesht të raportojmë, as të ngrëm gishtin, po të bëjmë pyetje, nëse sa larg ka qenë nëna, se dëshmia e babait të 11 vjeçares tha, vëmendja është shkëputur vetëm 2-3 minuta për shkak të fëmijës më të vogël, 3-4 vjeç. Patjetër, shpesh kur ne bëjmë analiza të situatave që trondisin thellësisht, përpiqemi që bazën kryesore të analizës ta fokusojmë te faji apo te gishti i cili drejton autorin apo shkaqet e situatës.
duke njohur kulturën nga afër të gjithë shoqërisë njerëzore, duke kuptuar se sa shpesh njerëzit duan, por nuk kanë mundësi, e rëndësishme është të kuptojmë se çfarë nuk shkon. Dhe nëse mbetemi thjesht në analizën e fajit, nuk zhvillohemi dhe nuk japim mundësi për të kuptuar cilat janë nevojat reale të komunitetit tonë. Prindër pa asnjë lloj informacioni, prindër pa asnjë klasë shkollë. Prandaj them që gazetari duhet të jetë në raportim. Pra qëndrimi zhyni, pra prindi po na tregon që nuk është i arsimuar, përpiqet çdo ditë që të fitojë në mënyrë rastësore bukën e gojës, e theksoj disa herë, që do të thotë që ai aq mundet dhe aq ka mundësi. Po folëm fakt për prindërimin biologjik dhe atë funksional, që prindërimi të marrë atë vlerë që ne kërkojmë përgjegjësmëri, kërkojmë sepse edhe ne jemi prindër dhe kur shkojmë në ambient, në plazh, sigurisht një vëzhgim pra i hequr nga fëmia, sigurisht që mund të sjellë pasoja dhe këtë e dim, pavarësisht nivelit tonë të lartë të përgjegjësmërisë. Pra do të thotë që nuk varet plotësisht vetëm nga prindërimi çdo gjë që i ndodh fëmijës. Pra, sepse ne jetojmë në një komunitet, pa një komunitet i cili nuk bën detyrën e vet, prindi nuk mund të jetë Superman në gjithë veprimin. Megjithatë, nuk kemi marrë informacione shumë të detajuara ditën e sotme nga babai i 11 vjeçares për shkak të gjendjes së rënduar që kanë prindrit e 9 vjeçares dhe barrës së përgjegjësisë që ato kanë në lidhje edhe me vajzën e 40 vjeçarit baxhanakut dhe kunatit të tyre zotrisë, të cilin e kam në lidhje të drejtë për drejtë nga fushkruja. Dalim në hapësirën e dytë publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit për të marrë edhe mendimin e avokatit dhe ndërmjetësit zotit Ylli Kameri, po për të folur edhe për gjendjen e rënduar të prindit të dy, babait edhe nënës së 9 vjeçares. Vetëm pas pak. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit, përpara se të kaloj tek avokati dhe ndërmjetësi zoti Ylli Kameri për të folur për situatën e rëndë dhe për këtë tragjedi që ka ndodhur ditën e premte rreth orës 12:50 në plazhin e Tales, mbytyja e dytë të miturave, 11 dhe 9 vjeç, babain e 11 vjeçares e kemi pasur ditën e sotme në transmetim të drejtë për drejtë, aq sa i di nga kjo tragjedi, pasi gjendja e të afërmve të tij, se vajzat e mitura ishin vajza tezesh me njëra tjetrën, prindrit e 9 vjeçares janë në gjendje shoku emocional dhe nga pamjet e ofruara nga kolegët e mi të informacionit, ne kemi parë edhe prindin e 9 vjeçares, babain, që duket që është në një gjendje shumë të rënduar në urgjencën e Lezhës. Ndërkohë që kur të flasi avokati, duam të kemi dhe komunikatën e policisë, por fillimisht do kaloj të përfundoj komentin e saj edhe psikologja Eksena Qirici. Eksena, përpara se t'ja fjalën të kalojmë pak tek babai, zotri më dëgjon? Zotri më dëgjon? Po, të dëgjoj. Atëherë, gjatë hapësirës publicitare më thej që ka qenë kunati juaj që ju ka lajmëruar atë ditë. Ka qenë ora sa? Rreth orës 2:14 më the? Po, nga ora 2 më kam lajmëruar, më kam marrë me numër e policisë, nuk di çfarë numri ishte ai. Po? Çfarë të tha? Më pyeti ku jam, tha, unë jam Durrës, thash. Po ti ku je, thash. Po? E kam kalamat në spitalin Anketë, në spitalin e Lezhës. Po? Në thash, jam larg tani sa të vike shtëpia, thash, unë do vija, sa rrita djera. E kemi të shkëputur këtë lidhje me zotrin, të mundohemi të rilidhemi, sepse është ja dhe komunikata, Lezhë, informacion para prak, rreth orës 12:50 në plazhin e Tales, dy shtetase të mitura të moshave 9 dhe 11 vjeçe, dyshohet se janë mbytur duke u larë në det. Shërbimet e policisë kufitare dhe të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, në bashkëpunim me pushuesit. E pra, ja ku del këtu, është bërë e mundur gjetja dhe nxjerrja e trupave të pajet në breg. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe në ndërtimin e prokurorisë vijon puna për zbardhjen e rrethanave të rastit.
Pra, ka pasur pushues, çfarë do të thotë që aty domosdoshmërisht duhet kishte një roje bregdetare. Megjithatë, nuk e di në qoftë se kam zotrin përsëri, ju lutem regjia për të ma konfirmuar. Zotri, më dëgjon? Po. Dhe ti e le me njëherë Durrësin dhe vajte në shtëpi? Po, ka shku plakun atë, nuk ka shku për dhët, më shpërtaj. E që më thonë ku lagje pasaj, kur ka hikë. Ma kaloni në lidhje, ju lutem regjia, sepse kam të pamundur të komunikoj, mos ma mbani më nëpërmjet lidhjes me internet, ma kaloni në lidhje telefonike për ta kuptuar më qartë zotrin. Gjithsesi, Eksena, gjendja e prindërve të 9 vjeçares është shumë e rënduar. Pikërisht kjo është e rëndësishme për të kuptuar tek njeriu, pra dhimbjen e tij. Dhe normalisht kur njeriu është në këto kushte varfërie, mungesë dije të shumë nga gjithçka që ndodh, dhimbja bëhet më e vështirë edhe për të shprehur, po edhe për të kuptuar. Dhe kjo sigurisht është një mënyrë për të shpjeguar përse Tezja bashkë me bashortën e saj e kanë të pamundur për të treguar dhe për të kuptuar diçka më shumë. Pra, thjesht janë të shokuar që nga një veprim shumë i thjesht ndaj kujdesit të një fëmije tjetër, gjende përballë faktit që 2 fëmijë të tjerë u mbasin jetën. Dhe kjo është tronditse, pra sido që të jetë njeriu qoftë në raport me ekonominë, qoftë në raport me arsimimin, me çdo lloj faktori tjetër, është tronditse. Në raport me ndjenjat është e kuptueshme, pra ne si shoqëri kemi nevojë që të kuptojmë që për ata është tronditse dhe për ne është shumë e rëndësishme që të ndihmojmë në të kuptuarin dhe të ndihmuarit e tyre se ku janë ata, cili është niveli i tyre i zhvillimit ekonomik, social dhe psikologjik dhe sa mundemi ne si shoqëri nëpërmjet shërbimeve të ndryshme t'ju afrohemi dhe të mos i gjykojmë. Megjithatë, në raport me ndjenjat ti sapo e komentove, vetëm në raport me përgjegjësinë, të paktën babai 9 vjeçares, baxhanaku i zotrisë, duhet kishte dhënë një informacion pak më shumë në lidhje me atë çfarë ka ndodhur, na qartësoi pak komunikata e policisë, që ka pasur pushues, pas ka qenë një zonë që ka pasur pushues, kështu që kur ke zona të tilla mund të kesh edhe një rojë bregdetare, se nëse vëmendja vetëm e zonjës është shkëputur vetëm 2-3 minuta për shkak të një tjetër fëmije, unë nuk besoj se pushuesit e kanë parë vajzat që kanë hyrë dhe për 2-3 minuta të ketë ndodhur gjë më e madhe. Ose janë nxjerrë me shenja jete dhe nuk kanë pasur mundësi rikuperimi, se nuk e dim edhe këtë gjë, a kanë dalë me shenja jete apo jo edhe nga deti. Gjithsesi, unë dua të kaloj menjëherë tek avokati, nëse ke diçka për të shtuar edhe mund ta përfundosh, për t'i dhënë ndoshta një mesazh gjithë prindërve apo e lëm në fund? Po. Okej, e lëm në fund, se duhet folur edhe për temperaturat e larta, edhe për këtë se si prindrit marrin shqiptarët në përgjithësi, marrin disa përgjegjësi më tepër, që përveç fëmijëve të tyre, të marrin edhe fëmin e dikujt tjetër për ta çuar në plazh, si edhe në rasti konkret, pavarësisht dëshirave që Tezja ka për nipin apo për mbesën, se kështu jemi rritur gjithë, me gjyshrit, me hallat, me dajet edhe me xhajat, kemi shkuar dhe kemi bërë bashkarisht, por tjetë edhe prindi yt prezent i fëmijës. Avokat, unë do doja në fakt komentin tënd në lidhje me gjithë këtë tragjedi, përgjegjësia e kujt është? 5 qytetarë të mbytur deri në këto momente, 2 djemt që kishin ardhur nga Kosova në plazhin e Ranës së Hedhur, pikërisht për një koncert dhe ishin futur për të larë, ishin 5 në fakt dhe 3 mbijetuan dhe 2 fatkeqësisht nuk dolën dot. Kemi edhe tragjeditë e tjera në fakt, sepse 24 orë pas kësaj ngjarje kemi edhe ngjarjen e një tjetër fëmie në plazhin e Durrësit. Ngjarja është e dhimbshme dhe i shpreh ngushëllimet e mia familjes, si familjes Dajlani, ashtu edhe familjes Misha, nga të cilët kanë humbur 2 pjesëtar të familjes edhe 2 kushërira njëra me tjetrën. Është i drejtë shqetësimi juaj përsa i takon ngjarjeve të shpeshta që ndodhin në plazhet tona. Duhet bëjmë disa dallime faktikisht në zonat e ruajtura dhe të paruajtura ose zonat që quhen të menaxhuara nga pushteti lokal apo ato zonat të pamenaxhuara nga pushteti lokal, të cilat nga ana formale mund të jenë të thjeshta për të dalluar
qoftë nga veprimtaritë që kryejnë domethënë organet cilat japin licencat për shfrytëzimin e Bregdetit, po ashtu edhe nga organet cilat e kontrollojnë Bregdetin. Do fillojmë së pari me përgjegjësinë e prindërve. Është një fakt i pamohueshëm, dëshira e madhe e fëmijëve për të shkuar në Bregdetit, për të përjetuar pushimet, është një gëzim i madh familjar, është një organizim i madh familjar, trafiku i jashtëzakonshëm e tregon domethënë dëshirën e madhe të çdo shtetasi dhe çdo familje për të qenë domethënë buzdetit. Nga ana tjetër, gjithë kjo dëshirë, gjithë ky vrull, gjithë ky grumbullim kërkon rregullat e veta, do të që të menaxhohet dhe e para domethënë detyra e parë që i bie për rregullimin e gjithë këtij sistemi, i cili ndodh 3 muaj, zakonisht 2 apo 3 muaj domethënë në Republikën e Shqipërisë, pra nga 1 qershori deri në 1 shtator, i takon pushtetit lokal. Jo më kot bëhet hapja e sezonit plazhit, dhe kjo domethënë nga pushteti lokal në çdo zonë. Pra e hap plazhin Tursi, Golemi, Saranda, Velipoja, Tale, Vlora, Shëngjini, Vlora, pra çdo qytet bën hapjen e sezonit, që do të thotë në atë moment organi i pushtetit vendor ka vendosur nën kontroll territorin e rrezikshëm tashmë, i cili bëhet i frekuentueshëm nga shumë njerëz. Pikë pari, burimi të ardhurave nga turizmi shoqërohet edhe me përgjegjësinë për të menaxhuar këto të ardhura, pra nuk janë dhurata domethënë që vijnë për pushtetin lokal. Dhënia licencave dhe kontrolli i territorit është detyra e parë që duhet të kenë organet e pushtetit lokal. Një njësi administrative e cila nuk kontrollon apo nuk menaxhon territorin e saj nga fenomenet e rrezikshme, duhet që të jetë subjekt i ndjekjes penale për shkak të kryerjes së veprimeve arbitrare, për shkak të veprimeve apo mos veprimeve që cënojnë të drejtat e të tjerëve. Kemi një dispozitë penale, pra dhe për të shkuar te kjo dispozitë penale duhet të ketë kontrolle të vazhdueshme administrative për të cilat fatkeqësisht nuk kemi asnjë lloj dienie. Nuk ka raportime, nuk ka hetime gazetareske, nuk ka artikuj, specialistët mungojnë, specialistëve u është heqe drejta fjalës edhe nuk japin as mendime për këtë fushë, dhe ne gjendemi vetëm përpara fakteve. Kur gjendemi përpara fakteve apo tragjedive të tilla, menjëherë na shkon ndërmendja marrja e masave të sigurisë, të cilat duhet të kenë efektin parandalues dhe jo efektin ndëshkues. Marrja e masave të sigurisë, sidomos me hapjen e sezonit plazhit, i jep detyrimin çdo njësie bashkiake që të kontrollojë gjithë territorin dhe të vendos tabela të qarta për zonat e menaxhuara nga bashkia dhe zonat ose nga pushteti lokal dhe zonat e pa menaxhuara nga ajo, të cilat jo gjithmonë mund të jenë vende risku. Në Bregdetin Renor ne e dim shumë mirë se ç'a ndodh me bregun e detit, i cili asnjëherë nuk ka të njëjtin konfiguracion, sa herë që ndodhin ngjarje stuhi, shira, deti trazuar, Bregdeti lëviz dhe krijohen gropa të rrezikshme për pushuesit. Një organ i cili menaxhon territorin, menaxhon edhe këto devijime të territorit cilat kanë ndodhur dhe që janë të palexueshme edhe nga pushuesit. A duhet ketë në këto zona marrshkas edhe nga komenti juaj avokat tabela paralajmëruese në lidhje me të gjitha lëvizjet që bën Bregdeti në këto vende? Nëse në detet ranore administrative ka persona, nuk them të trajnuar, po persona me eksperiencë, të cilët kanë punuar në vite, domethënë, në këtë fushë, janë në gjendje domethënë që të gjejnë dhe të shpjegojnë në çdo rast të gjitha deviacionet e detit, rrymat, temperaturat e ujit, rrezikshmërinë nga dielli etj. etj. Pra në një lokal aty domethënë mund të ishte, siç është menuja e lokalit, mund të ishte edhe libri apo një menu e rregullave minimale, domethënë për sa i takon kujdesit që mund të tregohet në det. Ndërsa në rastin konkret kemi të bëjmë me një familje e cila nuk e dim akoma nëse ka frekuentuar zonën me pagesë apo zonën e pa menaxhuar nga bashkia. Nuk besoj. Me pagesë për shkak të kushteve. Njoftimi i policisë, i cili duhet ta kishte këtë të dhënë, nuk e ka.
që do të thotë organet e policistët në drejtimin e prokurorisë po vijojnë punën për zbardhjen e rrethanave të rastit, që do të thotë për këtë nuk ka Nuk e dia, ke zbardhje. një informacion se unë se kam avokat që në raste të tilla tragjedie të jetë dikush që është penalizuar ose është quar, është hetuar, Po pra, është quar se- hetimi deri në fund dhe dikush që është ndëshkuar ose quar qoftë edhe në gjykatë, në një proces gjyqësor. Atëherë, Se po kam ka një pas formë, një rast, ka pasur, ka po? pas raste domethënë që takon menaxhimit të Bregdetit, sidomos në jug, por në zonën e veriut nuk kam pra Lezhë, Shëngjini. Kujt i referohesh nuk ka raste. në zonën e jugut, i referohesh pikërisht zotrisë me skaf Plazhi i Marës. plazhi ku po i Marës ku Në Potan. ndodhi domethënë një tragjedi. Tragedia Janë dy e raste, dy mjeteve, tragjedi, kjo është një po, tjetër çështje pastaj, Po, ë, është të atëherë. lëvizjeve të këtyre mjeteve lundruese është. Një sekond, se të jemi këtu. Tashti, lëshimi lajës për shfrytëzim me mjete lundruse është tagër i organeve të policisë. Po nuk dua ta çfokusoj, dua vetëm Po, tek mbytje, e di, çfarë ndodh domethënë, me tabelat. Ja, ne bëjmë kemi fjalë për pamje avokat. administrimin e plazhit. Shiko, në Kemi- Bregdetet e huaja, ti thua në vendin e menus, në ndonjë lokale aty pranë. Por ka tabela paralajmëruese, Po, normale, informuese në Bregdetet e huaja. Tabelat e riskut duhet vendosen nga administratori i plazhit dhe ky administratori i plazhit nuk bën fjalë për zonën e menaxhuar dhe zonën e Ligji pamenaxhuar. thot, tabela nga tabela, sa larg duhet jetë se këtu nuk shikojmë asnjë lloj tabele. Po këtu nuk ka pra sepse gjithë kjo zonë është një zonë në të cilën se prandaj desha të dalë domethënë aty ku është përgjithësia vërtet. Përgjithësia vërtet është në kokë, domethënë nuk punon administratori njësisë bashkiake, prandaj domethënë bie niveli i kontrollit në të gjitha strukturat e më Se poshtë. çfarë bën ky administrator avokat? Administratori i Në kohën e plazhit, çfarë njësive bën? administrative nuk e di domethënë për talen, po di domethënë të flas për Në zonën 3 muajt e plazhit çfarë bën Kanë bizneset administratori? private edhe Ka biznes paraqiten privat. thjesht për Po të në 9 kontrolluar. muajt e tjerë çfarë bën ky Po sa gjatë administratori? domethënë po thjesht lëshojnë certifikata, vërtetime dhe shkojnë domethënë banesa, Qartë. punësojnë njerëz. Atë Qartë, fond edhe që hajde është të fajsojmë caktuar, pastaj prindrit. edhe Prindrit të pastaj këtij niveli. caktojmë. Atëherë, është një ngjarje pothuajse e sigurt që çdo fëmijë 9 vjeç apo 11 vjeç do dalë nga kontrolli i prindit. Pra kjo është ngjarje e sigurt, nuk është ndofta del domethënë nga kontrolli i prindit. Sa do i kujdesshëm të jetë një fëmijë, edhe ato që janë fare që nuk kanë as adrenalinën apo kanë frikën domethënë nga bregu i detit apo kanë Po kemi një dëshirën time her për pas here qenë të me fëmijëve që prindrit. shkëputen nga vëmendja e prindërve. Jo, gjithmonë në ndodha. plazh. Pra E çdo gjithmonë fëmijë policia është i gjen nga një fëmijë predispozuar turbur. që një fëmijë të shkojë drejt zonave të pakontrolluara edhe për më keq ndaj zonave të rrezikshme dhe Qartë. kur shkon zonat rrezikshme e kuptojmë dhe bëhet edhe lajm, edhe mund të jemi më të vëmendshëm, po fëmijët gjithmonë shkëputen, gjithmonë humbasin, gjithmonë i largohen kontrollit prindëror, gjithmonë duan të gjejnë shokë dhe shoqe Ja, të vërtet. cilat ndodhen domethënë larg prindërve të tyre, të shpëtojnë atij kontrollit të zakonshëm. Ose ka Pra, kjo prindër është që një nuk ngjarje duan që sigurt. fëmija e tyre të rrinë në ujë Dhe- dhe fëmija tenton gjithmonë të hyjë në Në ujë. çdo rast ne do Kur prindër kishim refuzon. një tabelë për sa i takon si rrezikshmërisë së bregut të detit, po ashtu edhe rrezikshmërisë për fëmijët, sepse prandaj e theksova domethënë lëvizjen e bregut të detit, sepse është shumë i rrezikshëm për personat për fëmijët edhe për personat që nuk dinë not. Rrymat që ndodhin, ne e shikojmë dhe kemi ngjarje. Megjithatë, në fakt është një sugjerim edhe për kolegët e mi, në qoftë se dalin për intervista në të gjitha plazhet e Shqipërisë, fillimisht të pyesim të mëdhenjt se çfarë janë tabelat paralajmëruese dhe kush janë shenjat e flamujve që përdoren dhe të shikojmë informacionin që kanë prindrit dhe aq më pak fëmijët, të cilët nuk i kanë as në databasat e tyre shkollore, në për librat e tyre shkollor. Kur nuk i din prindrit rregullat, nuk besoj se edhe fëmijët e kësaj moshe të dinë. Në këtë plazh ne dalluam një pikë vëzhgimi, e cila domethënë ishte e braktisur edhe jashtë kushteve totale domethënë teknike dhe unë besoj domethënë që duhet jetë në fokusin e organeve kompetente për ta verifikuar një gjë të tillë, që është agjencia. Këshill avokat për ata që po na ndjekin se më duhet ta mbyll? Atëherë, spari familja
Duhet i drejtohet organeve të pushtetit lokal edhe të kërkojë domethënë ndihmë juridike kryesore apo dytësore në varësi të kushteve dhe rrethanave, dhe t'i drejtohet Ministrisë Drejtësisë për të përfituar një avokat. Në çdo rast që ka ndodhur domethënë një tragjedi, një mbrojtës ligjor është i detyrueshëm që t'i caktohet domethënë kësaj familje. Po kështu kjo familje duhet i kërkojë llogari edhe organit të prokurorisë, që është prokuroria e Kurbinit ose e Lezhës, domethënë, tash nuk e di se ku e kanë atë Selin. Po. Për sa i takon për t'u trajtuar si viktimë e një vepre penale, dhe për më tepër që viktima domethënë është e mitur, atyre u takon asistencë falas, mbështetje psikologjike dhe mbështetje dhe në hallet e tyre të përditshme për mbijetesë dhe për siguruar bukën e gojës, sepse kush e di sa net ato kanë rënë me barkun bosh dhe detyron nënën të lypin në xhami, imagjino avokat të kuptojnë ato se çfarë fat ju, jo më vjen mirë që e përmend. Jam shprespakët. Avokat, jam shprespakët që këto familje do ta aprin, do ta pyesim. Do ta pyesim, po. Më duhet ta mbyll. Në këtë do i thrasim, do i bëjmë thirrje që të pak të interesohen për drejtat e tyre, mos i humbasim drejtat e tyre. Qëndima jonë si gazetar nuk do mungoj si për çdo rast, por unë them, jam shprespakët që babai dhe nëna që kanë mendjen vetëm të sigurojnë që barku atyre fëmijëve të mbushet me bukë dhe të kenë atë ushqimin e përditshëm, imagjino domethënë të ndjekin të gjithë këto sorollatjet. Ka shoqata, ka fondacione që merren domethënë pikërisht e kanë të organizuar objektin e veprimtarisë punës tyre. Ne dalim edhe për te i rastit, ne dalim edhe për te i rastit, unë falenderoj edhe për mesazhin e dhënë, e këse na të lash për në fund që të përshëndes edhe zotrin. E rëndësishme është e vizë që të ofrojmë kushte zhvillimi dhe pastaj të kërkojmë përgjegjësi çdo roli që ne luajmë në shoqëri, qoftë edhe prindërit. Pra nëse ne ofrojmë mundësi që shoqëria të zhvillohet, të mos mbetet në kushte mbijetese ose varfërie, sigurisht që mund të bëjmë më pas analizë përgjegjësie dhe zhvillimit ku shkon përgjegjësia. Ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, urojmë që mos të dëgjojmë më tragjedi të tilla, jo vetëm për të mitur, por edhe për të rritur në Bregdetin shqiptar, as për të huaj dhe as për pushuesit vendas, ndërkohë që nuk e di regjia, nëse atëherë nuk e kam zotrin, ne shpresoj të rilidhemi me të edhe pasi të mbaroj emisioni, megjithatë ne do t'ja dërgojmë familjes të gjithë emisionin e plot, të cilin e hedhim pas pak në kanalin ton zyrtar në YouTube. Ndoshta babai është shkëputur sepse regjia më thot që numri i tij i telefonit deli zën. Shpresoj që telefonatat të jenë pikërisht nga institucionet që duhet i japin zgjidhje këtij rasti dhe jo vetëm. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.